përmbajtja nuk ka shumë gjëra. Dhe është krijuar një dallim serioz në mes dy liderëve. Cili është dallimi? Po, është një përplasje serioze mes një idealizmi dhe pragmatizmi. Realisht. Meta është pragmatik deri në skajshmëri, nëse mund të thëmë, ka një pashpirtësi jo për të keq, për të mirë, ose politikisht korrekt, pashpirtësi në pragmatizëm. Rama është i mbështjellur me idealizëm për reformë. Dhe unë besoj që... E bërë idealist Rama? Po. E kam bindje. Si Fanoli. E kam bindje. Të ndikokën dhe Elisa, po? Si Fanoli. Po nuk e di, Elisa saj një... Ka drejtë, po? Po flasë për... Pra Rama ka një ideal, po? Ja, po ti tregoj arsye. Pra arsye se edhe Rakiplari, edhe Berati që po qesin, nuk besoj që janë mrenda një dëshire të Ramës për ndryshuar Shqipërinë. Kush ka guxim ty reformës territoriale, pa që një qmendur. Edhe Enveri do në të ndryshonte Shqipërinë. Enveri do në të bënde më të mirë. Kishte, idealist ishte. Nuk, menoj që... Nuk ka krahasim, po e kam fjallin që kam, për lider. Po nëse s'ka krahasim, mos e thuj. Jo, s'ka krahasim, po them që... Do të thënë, kush hyn me bërë reformën territoriale, përveç një që ka do premisa idealiste. Do të thënë, nga koncepti feudal... Pra po thoj që Rama është idealist, Meta nuk është idealist. Është pragmatist. Është një përplasje mes një idealist dhe një pragmatist. Dhe kjo përplasje realisht, përveç gjërave të cilat kanë marrë përsipër, reformat të cilat janë realisht kanë qenë të parapara edhe gjatë fushatës dhe me njerë mas qeverisjes, kjo ka shku me dhimbjet mëdha. Do me thanë, votimi është bërë, reformat kanë fillu, po mendoj, janë votuar, por gjatë qeverisjes ka pas dhimbjet të cilat realisht nuk mbindin. Ata kanë arrit marrëveshjen për... Në 26 vjet pluralizëm Shqipëriu nuk kanë parë qeveri ku brenda mazhorancës të ketë kaq shumë përplasje dhe deklarata kundër njëri tjetrit. E ka dhe një arsye. E ka për arsye se është mrenda llojit. Po të kishte ndodhur koalicioni Berisha Meta nuk do të kishte... Jo, ndodhje, s'kishte shumë përplasje. Nuk kishte përplasje. Për arsye se nuk është përplasje mrenda llojit. Janë marrëveshje mes një partie të dy socialdemokrate edhe një partije tjetër që është e djathtë. Dhe pazari është i ndam. Këtu ka një përplasje ideologjike, brenda ideologjisë. Për së pari ka një kujtesë se si janë ngritur. A funksionojnë do të këta dy qoftë dhe si personalitete me një tjetër? Unë e thash, nuk ka fjalima të rëndë se sa thash ma herët. Funksionojnë me dhimbje. Do të kisha dëshirë që të ketë një garë të fortë dhe të rëndë zgjedhore dhe një qeverisje të letë. E jo si që ka ndodhë herën e kaluar, që kemi që një gare letë e qeverisje me dhimbje. është shumë e vështirë. Pyetja e drejt për drejt, mendon që duhet dalin bashkë apo më vetën zjedhë? Une, me 100% duhet dalin veçmas, edhe pse e kanë arritur marrëveshjet që dalin bashkë. Pse e kanë arritur marrëveshjet që do dalin bashkë? Menoj që kanë përfundu, veç nëse ndodhë ndo një... Ka berin qikë për opinion pikal këtë? Unë mendoj që veç nëse ndodhë ndo një gjë cila është e pa parashikueshme. Po kur e kanë arritur marrëveshjen, pse vazhdojnë e maltratojnë, si shtoni ju në Kosovë njëri tjetrin? O maltratimi është dhimbja, Fevzo. Problemi është po. është dhimbja. Atë në opinion pikal, si duhet hyrë në Rama dhe Meta